për konsumatorët, ekonominë familjare dhe atë prodhuese. Këto mekanizma financiare që ne propozojmë po përdoren sot gjërësisht nga vendet e rajonit dhe ato të Bashkimit Evropian. Aktualisht, karburanti në Shqipëri, nafta, taksohet shumë rënd në nivelin më të lartë në Evropë. Rreth 60 deri në 65% të çmimit një litri nafte përbëhet nga taksat që mbledh qeveria shqiptare. Për krahasim, mesatarja në vendet e Bashkimit Evropian është rreth 52%, ndërsa në shumë prej këtyre vendeve dhe vendet zhvilluara është nën 50%. Në vendet e zhvilluara të OECD-s, taksimi është edhe më i ulët, rreth 40 deri në 45%. Sot shteti shqiptar për çdo litër naft me çmimet e sotme merr rreth 1200 lekë të vjetra mbrapsht. Me fjalë thjeshta, çdo qytetar paguan 1200 lekë të vjetra taks për çdo litër naft karburant që konsumon. Duke bërë Shqipërinë një ndër vendet me barrën më të lartë fiskale mbi karburantin dhe si rrjedhoi me çmimet më të larta të karburantit në Evropë. Për këtë arsye, Shqipëria sot ka karburantin më të shtrenjtë në Evropë dhe madje në krahasim me fuqinë blerëse, 2 fish ose më shumë se 2 fish krahasuar me vendet e tjera të rajonit. Ndryshe nga Shqipëria, vendet e Bashkimit Evropian dhe ato të OECD-s ofrojnë shërbime publike të standardeve shumë të larta, duke i rikthyer mbrapsht këto taksa qytetarëve në formë përfitimesh konkrete. Për këtë arsye, përmes kësaj pakete ligjore, propozojmë uljen e taksës qarkullimit në nivelin që ka qenë në vitin 2013, përpara se qeveria Rama ta katërfishonte atë. Aplikimin e modelit të akcizës së ndryshueshme, sipas praktikës së ndjekur nga Italia, ku tepritca e TVSH-s nga rritja e çmimit të karburantit përdoret për uljen automatike të akcizës, duke ofruar kështu një mekanizëm shumë të ndershëm dhe në dobi të qytetarëve shqiptar. Qeveria madje sot, qeveria italiane, sapo lajmëroi që ka vendosur të uli taksën e naftës me 25 eurocent për litër në ndihmë të qytetarëve të saj. Zbatimi i këtyre masave do të cilëte një ulje të menjëhershme të çmimit të naftës, nga rreth 2000 lekë për litër që shitet sot, në të paktën 175 lekë për litër, apo 1750 lekë për litër. Kjo do të ishte një ndihmë e madhe për qytetarët shqiptar, të cilët sot përballen me vështirësi të rënda ekonomike për shkak të rritjes së çmimeve dhe mungesës së paketave mbështetëse nga ana e qeverisë. Nga ana tjetër, propozimi ynë ligjor trajton edhe një aspekt tjetër të rëndësishëm që ka të bëjë me menaxhimin e rezervave strategjike të naftës, të detyrueshme sipas standardit të Bashkimit Evropian. Aktualisht, sipas deklarimeve publike, rezervat e naftës në Shqipëri mbulojnë vetëm 30 ditë konsum. Në kohë që standardi i Bashkimit Evropian, bazuar në direktivën 2009/119, kjo është direktiva kryesore, kërkon mbulim për rreth 90 ditë, pra për një kohë zgjatje 3 herë më të lartë. Dje Edi Rama, në një rast të rrallë sinqeritetit, deklaroi se siguria energjetike, domethënë kombëtare, është në rrezik. Po, sepse ai pohoi me gojën e tij se rezervat e naftës janë për momentin vetëm 30 ditë. Kjo deklaratë është dhe prova e dështimit të rëndë qeverisë në menaxhimin e këtyre rezervave, duke i lënë sigurinë tonë kombëtare në mëshirë të fatit. Ky fakt përbën një shkelje shumë të rëndë të angazhimeve të Shqipërisë në procesin e saj të integrimit, sepse ajo ka detyrimin për të transpozuar këtë direktivë prej vitesh, e theksoj prej vitesh, pa pritur rastin e krizave, si kjo që po ndodh, ku pastaj dorëzohemi duke deklaruar se në fakt rezervat nuk i kemi. Të nderuar qytetarë, parat që ju paguani në formë taksash janë tuajat. Detyra e çdo qeverie të përgjegjshme është i rikthej këto para në shërbim të qytetarëve, sidomos në kohë krize. Nuk ka arsye pse vende si Kosova
Maqedonia e Veriut, të kenë çmime 20 deri në 30% më të ulta për karburantin dhe mekanizma më efektive kontrolli në kohë krize. Vetëm Shqipëri ndodh që çmimi i karburanteve, sapo ndodh një krizë ndërkombëtare, të reflektohet me rritje ekstreme brenda disa orësh. Kjo vjen për shkak të mungesës së mekanizmave të kontrollit dhe strategjive që qeveria shqiptare ka. Po e mbyll këtë komunikim me një thirrje për mazhorancën, për ta miratuar këtë iniciativë Partisë Demokratike, sepse propozimi i Partisë Demokratike nuk është populist, përkundrazi. Kjo paketë ligjore është e aplikueshme sot në shumë vende të rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Miratimi i kësaj pakete është një nevojë urgjente për qytetarët dhe ekonominë shqiptare, sepse siç kemi thënë gjithmonë, energjia më e shtrenjtë është energjia që mungon. Nëse kjo nuk realizohet, arsyeja nuk është mungesa e mundësive, por mungesa e vullnetit. Në datën 22 mars kemi një qindra arsye për protestuar. Përpëndot me çmimin e naftës, në rritjen e tij ekstreme, arsye për kontrollin, është një arsye të shumë. I tregojmë vetes të kotës se shqiptarët nuk jenë kur dakord me një qeveri e cila gratit çdo çast popullin e saj, madje dhe në raste krizësh të tilla. I tregojmë vetes të kotës se shqiptarët nuk kanë një qeveri që rëndon mbi qytetarët edhe në konkretë. Pjesëmarrja e Evropës është thelbësore për të ardhmen e familjeve tona dhe për të ardhmen e vendit. Faleminderit.